Zbërthimi i dinamikës së ngjarjeve ku humbi jetën Liridona, po merr një kthes të paparashikuar me zbulimin e fakteve të reja dhe provave e dëshmive shtesë. Granit Plava, i akuzuar nga prokuroria si autori i ngjarjes së rëndë, është shprehur para trupës gjykuese se ai nuk e ka bërë vetë këtë vepër, por dëshmia e tij në polici menjëherë pas ngjarjes nuk ka qenë e vërtetë, por ai ka dëshmuar ashtu sepse Naimi ka premtuar që se për 2 vjet do ta nxirrte nga burgu e plus do t'i jepte edhe 250.000 euro shpërblim. Plava tha: "Jam baba i 3 fëmijëve me profesion, jam punëtor krahu. Nuk kam qenë asnjëherë i akuzuar. Sot do ju them të vërtetën, se deklarata që kam dhënë në polici atëherë ka qenë një marrëveshje që kam bërë me Naim Urselin. Marrëveshja me Naimin ka qenë që unë të pranoja se kam kryer veprën dhe brenda 2 viteve ai do më nxirrte nga burgu." Plava tha më tej se 250.000 euro i ishin premtuar që do t'i jepeshin gradualisht si dhuratë për ato 2 vite burg që do mbante. 250.000 euro kanë pas me mi dhënë jo më njëherë, por gradualisht. Më ka thënë: "Këto lek do t'i kesh dhurat nga mua se do mbash 2 vite burg." Sipas tij, veprën e rëndë e ka kryer vetë Urseli dhe çifti kishin pasur grindje së fundmi për shkak të xhelozisë. Që kanë pasur grindje dhe xhelozi, këtë ma ka thënë vetë Naimi. Po të rishikoni provat e reja që ka sjell avokati im, do të vërtetoni këtë gjë që unë po ju them. Unë e kam pranuar atë gjë vetëm për hir të marrëveshjes, por autori i vërtet i eliminimit të Liridonës është bashkëshorti i saj, Naim Urseli.